Mbeturina të shumta kanë kapluar një hapësirë të madhe në vendin e njohur si ish kazerma ushtarake në rrugën Buja Roka. Kjo zonë është shndruar në një deponi të madhe ilegale, ku qytetarë të papërgjegjshëm hedhin lloje të ndryshme mbeturinash. Në këtë hapësirë mund të shihen mbeturina të anvisërisë, mbetje ndërtimore, plastik, materiale të ndryshme dhe mbetje të tjera, të cilat jo vetëm që krijojnë një pamje të shëmtuar, por edhe paraqesin rrezik për mjedisin dhe shëndetin. Situata bëhet edhe më shqetësuese për faktin se kjo hapësirë ndodhet në afërsi të lumenjve Erenik dhe Krena. Ekziston rreziku që mbeturinat, sidomos gjatë rreshjeve të shiut apo përmes eros, të përfundojnë në këtë lumenj, duke shkaktuar ndotje të ujit dhe dëmtim të ekosistemit përreth. Pamjet që shihen në këtë zonë dëshmojnë për mungesë të kujdesit ndaj ambientit dhe nevojën për ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, por edhe për rritjen e vetëdijes së qytetarëve për të mos ndotur hapësirat publike.